Ta kesh zemrën e lidhur me Allahun xhallahu ala është ti marrësh sebepet, ti marrësh masat në këtë dunja për të ecë përpara, për të fituar, për të shuruar. I merr sebepet, por bindja jote është se ka më ndodhur çish Allah e ka caktuar. Bindja jote është se ka më ndodhur çish Allahu don. Dhe sebepet janë çështje anësore dhe çështje të dorës së dytë, në primare dhe esenciale është Allahu çka thot. Primare dhe esenciale është çka Allahu ka vendos. Ky funksionim i zemrës tregon se imani e mirëmban lidhjen me Allahun xhallahu ala fuqishëm dhe si duhet. Në momentin kur njeriu jepet pas sebepeve, pas shkaqeve, në ndërmarrjen e masave jepet I tëri dhe beson se këtu janë të domosdoshme madje vendimtare, atëherë zemra ti është lidhur për sebepin e shkput nga Allahu te barekuhu teala. Nuk ka mundësi zemra me qenë e lidhur në dy vende. Ose është e lidhur me Allahun xhallahu ala, ose është e lidhur me aspektin material edhe dunjon në përgjithësi. Andaj njeriu punon dunjo, angazhohet, ne duhet me punu, me lëviz normal, mirë, po ku është zemra jote në këtë punë? Ku është zemra në këtë angazhim? Ku është zemra në këtë përpjekje? Zemra jote duhet të jetë e lidhur me Allahun xhallahu xhelaluhu. Me Allahun te barekuhu teala ti je lidhur, ti je I bindur se ai vendos. Prandaj gjithmonë e ruan këtë lidhje dhe asnjëherë për hatër të asnjë sebepi, për asnjë arsye, për asnjë mundësie, nuk e rrezikon raportin me Allahun xhallahu ala. Ç'kjo muslimani? Ç'kjo muslimani? E ju ai I cili të ndërozër në përpjekje për të siguruar mjete sa më të mira për realizimin e qëllimeve të tij, në mundësi që I afrohen, jipet aq shumë sa që e harron Allahun xhallahu ala. Harron çka thot Zoti, harron që Zoti vendos ai gjykon. Ktu I harron, nga se jipet shumë pas sebepeve materiale. Prandaj besimtari është I balancuar në këtë aspekt. Besimtari është I kompletuar, ai ndërmerr masat, përpjeket, mundohet, lodhet, angazhohet, I merr sebepet, mirë po zemra e tij asnjëherë nuk shkputet nga Allahu xhallahu ala, nga bindja se Allah është ai që vendos, nga bindja se Allah është ai që gjykon. Prandaj kujdeset në maksimum që të mirëmban raportet me Allahun xhallahu xhelaluhu.